baba i Molla Jakupit, rahmet shpirti i past, dyve, i kishte thonë babës tem, më janë dhimbë sur hoxhallarët, kur i kam pa gjithmonë të varfër, ai ka folë për kone e tij të mëhershme. Thot, mirë po, thot, këtë gajlet ka shtë madhe, thësha, me vete, pse këta njerëz zotit e vujnë për çështjet bazike të jetës. Po flas në atë kohë kur njerëzit kanë vrapu për një kafshat buke. Dhe e thot, Haxhi Asip, thot, e kuptove? Thot, po, deri kur më boj jam i hoxh për Molla Jakupin e madh. Thot, pse çka kuptove? Thot, po, ka s'pjam psyshin hiç me punu. Ai ka qenë bujk i mirë, bujk i fuqishëm, edhe vetë Molla Jakupin në një intervistë e thot, ku ti thom babës mu bo unë hoxh, ku ai ka qef mi pas 9 djemë bujq.